Pas mbylljes së 12 shkollave private, ka ardhur koha që të ketë përgjegjësi penale për individ, qoftë brenda Ministrisë së Arsimit. Zëvendësministri e Arsimit Nora Malaj deklaron për News 24 se do të shihen përgjegjësitë personale që kanë pasur grupet e inspektimit në ministri për punën që kanë bërë, ndërsa paralajmëroi se do të ketë dhe subjekte arsimore, të cilat kanë mashtruar dhe kanë dhënë diploma të falsifikuara për nxënësit që do të kallëzohen në prokurori. Kjo situatë na ka vënë përpara përgjegjësisë për të bërë një analizë forte para për mekanizmat e grupeve që ka pas Ministria e Arsimit për kontrollin e këtyre subjekteve, për të parë individët të cilët janë dhe pjesë e sistemit, por që nuk kanë qenë të vëmendshëm, për të nxjerrë rast pas rasti detyrimin dhe përgjegjësinë ligjore, pse jo për të shkuar dhe ke subjekte arsimore, të cilat mund ta kenë ushtruar këtë aktivitet në mënyrë të palindshme, pra të palicencuar. Një javë para fillimit të vitit shkollor, Ministria e Arsimit po vijon me inspektimet e shkollave private në kryeqytet, ku sipas zëvendësministres, nëse do të ketë shkelje, sërish do të kemi institucione shkollore të mbyllura, por nga ana tjetër siguroi prindërit shqiptar se para nisjes së vitit shkollor, ata do të njihen me shkollat që plotësojnë standardet dhe japin dije konform rregullave. Ka mbaruar dita e parë dhe sot është dita e dytë e inspektimit. Do përpilohet situata, do të shikohen rezultatet dhe në fund shumë shpejt do t'ja bëjmë dije popullatës në mënyrë që të gjithë qytetarët të jenë të qartë, të jenë të qetë, sidomos prindrit e fëmijëve të jenë shumë të qetë për atë çfarë po ndodh, për regjistrimet që ka bërë me fëmijët. Por për sa i përket diplomave të marra në këto 12 shkolla të mbyllura, zëvendësministra deklaroi: Absolutisht që diplomat do të shihen rast pas rasti. Në të gjitha rastet që ne do t'i shohim me shumë vëmendje, do të bëjmë sqartimin e tyre në mënyrë që të mos ndodhi fenomeni që thamë që të kemi universitar me klasë të 9.